për takuar njerëzit e mi. Kam takuar edhe shënjistë këtë klasës, po edhe me të vërtet kam ardhur në Kanan shumë e ndihmuar, kemi ikur që të rinj, kam ikur studente, edhe fëmijët po mbarojnë me nota të shkëlqyera. Unë kur vi këtu vi, më thënë vi qaj se më merr mallet e përkurs e sokakut më merr mallet. Prandaj jo ramatik, po të zhduket. Rama në Burg, Berisha në Burg. Shqipëria është e shqiptarëve, e jemi vetë shqiptarë dhe vdekja është e tradhtarëve. Jetojmë të gjithë. Vërtet ne jetojmë, po unë më të miku rinia, miku komplet. Miku, jo rinia, po miku, domethënë thjeshta. Më thënë vetë të punoj dhe t'ja për Gjermani, kur mund t'ja për Shqipërinë për koshtin time të dashur. Prandaj them jo të qërojt, po të zhduket një orën përpara. Sepse Shqipëria është e jona, është e shqiptarëve, nuk është asnjëriu, nuk është e imja personale. Korça nga një qytet historik, me tradita të lashta, me kulturë, me një krenarit jashtëzakonshme, është kthyer në një qytet qoftesh, në një qytet lakrorësh. Me këto do krenohet Korça, apo me nga Berati, kishte qenë në një muhabet. Dhe i kishin thonë irlandezët, ne po pregatitemi ta mbrojmë Shqipërinë. Po unë thash, çfarë duhet të bëj? I hipa avionit dhe erdha. Ne po na ndihmon vota demokratike. Duhet të ndihmojmë veten, të ngrihemi të gjithë. Ne s'kemi pse të kemi frikë. Frikë të kenë kriminalët, frikë të kenë hajdutët, maskarit. Nuk ka të martë dhe të djathtë. Po nga njëra anë ka maskarej, ka kriminal, ka hajdut. Dhe nga ana tjetër ka njerëz të ndershëm. Kontriboni të gjithë, Shqipëria dhe populli shqiptar do t'ja ndihë për nder. Ju falenderit Korça, forca Korça ka qenë e para dhe duhet jetë e para në bazë të gjitha aksioneve. Për takuar njerëzit e mi, kam takuar edhe shënjistë këtë klasës, po edhe me të vërtet kam ardhur në Kanan shumë e ndihmuar, kemi ikur që të rinj, kam ikur studente, edhe fëmijët po mbarojnë me nota të shkëlqyera. Unë kur vi këtu vi, më thënë vi qaj se më merr mallet e përkurs e sokakut më merr mallet. Prandaj jo ramatik, po të zhduket. Rama në Burg, Berisha në Burg. Shqipëria është e shqiptarëve, e jemi vetë shqiptarë dhe vdekja është e tradhtarëve. Jetojmë të gjithë. Vërtet ne jetojmë, po unë më të miku rinia, miku komplet. Miku, jo rinia, po miku, domethënë thjeshta. Më thënë vetë të punoj dhe t'ja për Gjermani, kur mund t'ja për Shqipërinë për koshtin time të dashur. Prandaj them jo të qërojt, po të zhduket një orën përpara. Sepse Shqipëria është e jona, është e shqiptarëve, nuk është asnjëriu, nuk është e imja personale.